Në drejtim të ishullit të Sazanit dhe Karaburunit, ka nisur edhe udhëtimet e para, pasi temperatura ditët e fundit janë përmirësuar ndjeshëm, duke u kthyer në normalitetin e pranverës. Megjithse këto udhëtime, kryesisht me gomone apo skaf, janë ende në shifra minimale, por këto mbeten një augur i mirë për sezonin turistik. Një grup turistësh, të cilët kanë udhëtuar në drejtim të ishullit të Sazanit për gjatë sejntes, kanë hasur në udhëtimin e tyre një grup delfinësh, të cilët i kanë shoqëruar për gjatë gjithë udhëtimit. Në pamjet filmike, të cilat kanë mundur t'i siguroj televizioni 6+1 Vlora, delfinët duken shumë miqësor dhe lodrojnë, luajnë rreth varkës së turistëve drejtuar nga guida turistike. Groja e klimës ka bërë që delfinët të afrohen më tepër bregut në thellësi të ulta brenda gjirit, duke dhuruar spektakël dhe emocione për turistët, të cilët kanë shijuar këtë moment magjik për ta dhe mbi të gjitha kanë nxituar të nxjerrin telefonat për ta fotografuar dhe filmuar këtë moment magjik. Vitet e fundit, delfinët janë kthyer në vizitor të rregullt të gjirit të Vlorës, ku prania e tyre përgjatë udhëtimeve në ishull e shijojnë shumë edhe turistët që vizitojnë atraksione turistike të qytetit.